Hetuesit policor në stacionin policor në Prizren përmes rrugëve operative kanë arritur që të identifikojnë 3 të dyshuar me inicialet DB, viti linjës 1984, BB, viti linjës 1982 dhe NB, viti linjës 1984. Të njëjtit kishin dalur në gjueti kundërligjshëm në fshatrat Lez dhe Leskovec, ku i kanë ekspozuar armët në rrjetet sociale Facebook. Më 11 mars 2025, rreth orës 9:30 minuta, në rrugën Asim Berisha në Prizren, policia ka kontrolluar shtëpitë e 3 të dyshuarve, pasi që të njëjtit kishin ekspozuar në rrjetet sociale armët dhe gjatë kontrollit kanë gjetur dhe sekuestruar një pistolet me 50 fishek dhe një pushk karabin. Në konsultim me prokurorin, rasti shkon në procedurë të rregullt. Ndaj tyre do të ngritet kallëzim penal për veprat penale. Mbajtje në pronësi, kontroll, posedim të paautorizuar të armëve.